Çështja e mbetjeve urbane ka qenë disa herë objekti kronikave të transmetuara në Adrianet Televizion, por situata duket se nuk po njeh përmirësim. Përkundrazi, ajo po rëndohet nga dita në ditë dhe do të bëhet edhe më e vështirë nëse situata do jetë e njëjtë me ofrimin e ditëve të nxehta. Donse për menaxhimin e mbetjeve urbane, Bashkia e Durrësit dhe e dyta në vend për nga rëndësia shpenzon jo pak por 30% të buxhetit të saj, situata në teren është kjo. Operatori Adrianet ka fokusuar lagje të ndryshme të qytetit, ku problematika e mbetjeve është e madhe. Gjithfarë mbetjesh që nga ato të ngurta urbane i gjenë shesh. Kontenierët e mbetjeve dukshëm mbushen më shpejt dhe këtë e tregojnë pamjet që kanë që në orët e para të ditës. Ndërkohë, nevoja për një ndryshim të pastrimit duket se nuk po merret parasysh. Në këto kushte, pamja që shfaqet është se mbetjet gjenden rrugëve dhe menaxhimi i tyre po dështon. E ndërsa jemi zyrtarisht në stinën e verës, qyteti nuk po njeh as pak pamjen e duhur, sidomos mjaftonin problemet me mbetjet urbane dhe zvendësimi i pajisjeve të tjera, dukshëm përfundojnë në rrugë. Asnjë mas nuk po merret për shkelësit e ligjit, ndërkohë që asgjë nuk po bëhet për ndërgjegjësimin e qytetarëve, ndërsa duket që projekti për ndarjen e mbetjeve në burim ishte një shkënjim. Pamjet e mara janë fokusuara në disa nga lagjet e qytetit, ku problematika është e njëjtë.